luftën e nis me Izraelin. Absolutisht, sepse unë shëban luftën me Iranin. Absolutisht, fati jonë si këmbë, e veçanërisht si Kosovë është ndërlidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj edhe ky intervenimi amerikan në Iran, që ka qenë i paralajmëruar. Në drejtën ju mos harroni që nga marrja që nga ai adresimi inaugural që e ka bëu presidenti Trump në ditën kur e mori mandatin e tij i dytë, për ata që e kanë kujtesë, ai e ka shpërfaqur doktrinën e tij politikës ndërkombëtare të bazuar në atë që ai thotë është peace through strength, paqe përmes fuqisë. Dhe këtë Amerika e ka praktikuar, sidomos në administrimin ose në qeverisjen e zotit Trump, edhe në mandatin e parë, po sidomos tani në mandatin e dytë me Venezuelën, ishte rasti më i fundit, tash me Iranin, sot ka filluar intervenimi. Sidomos qershorit mendoj unë që ishte një paralajmërim në fakt, kur u goditën në mënyrë të paralajmëruar, si thua që u godit për bunkeret e përpunimit të uraniumit. Absolutisht. Pra në një farë mënyrë e kishte dhënë shenjat dhe një gjë që do të ndodhte. Sepse gjithë kjo luftë do përgatitje, nuk është që bëhet brenda ditës. Jo, ta Shtetet e Bashkuara historikisht kanë pas dhe vazhdojnë ta kenë ushtrinë më të sofistikuar dhe më të fuqishme në botë. Dhe normalisht se planet për një intervenim siç e pam tash këtë fundit në Iran nuk janë se janë bërë sot për nesër. Po mendoj që ka pas një multitudë të akterëve, të shërbimeve, të inteligjencave, edhe për të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që kanë bashkëpunuar 24 shtatë për të arritë që sulmet që ndodhen dhe që i pam gjithë do të kishin efikasitetin maksimal të mundshëm. Tash normalisht Irani nuk është një shtet i hudhur poshtë dhe nuk është një shtet i pafuqishëm dhe ai e bën punën e vet në doktrinën e vet, në mënyrën e vet dhe nuk është për të habitur sulmet e Iranit që janë ndërmarrë si kundërpërgjigje ndaj intervenimit amerikan kundrejt bazave të Shteteve të Bashkuara, kryesisht bazave ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe instalacioneve tjera amerikane në lindjen e mesme.